Përshëndetje, ka filluar një valë protestash. Sali Berisha protesta para kryeministrisë. Arlind Qori para kuvendit, po edhe para kryeministrisë protest për minimumin etik e tjerë. Adriatik Labaj protest me karike para kryeministrisë. Pilinçi te Sheshi protest. Saliani protesta në Përrethe, protesta në Bullgari, protesta në Greqi. Pyetja është thjesht sot nga fake off. A do rrëzohet dot kryeministri Edi Rama? Asnjëherë. Po pse? Pse të rrëzohet? Pse bën mitinge Salive të rrëzohet? Asnjëherë. E kuptova. Po të sqaroj unë. Nuk rrëzohet se ka mana populli ai. Edhe kështu që nuk rrëzohet. S'ma merr mendja. Ka mendimin që kryeministri rrëzohet me votë. Votën populli ja ka dhënë. Ata të shkojnë turin kokën, punojnë, bëjnë detyra secili vetëm me votë. Edi Ramës nuk i dojnë do të gjë këta me kaq forca sa kanë. Se po su mblodhen 100.000 e 200.000 nga mbrapa, bën Saliu, bën po se mbështete, kështu që E kuptova. është e zorë, po nuk desh Edi. Berisha protest para kryeministrisë, Adriatik Labaj me karike para kryeministrisë, Arlind Qori te kuvendi po edhe para kryeministrisë, Saliani protesta në Përrethe, Pilinçi te Sheshi, gjithë protesta, në Greqi protestë, në Bullgari. A të rrëzohet kryeministri? Jo. Nuk ka shanse, bravo. Nuk ka shanse, sepse në atë paraj si do rëzonë se ka 83 deputeta, 82 sa ka, kujdi unë, se mbaj mend. Edhe ajo rrëzohet me votë qeveria. Pale, Edi Rama, kushdo që tjetë në mënd të Edi Ramës nuk ikte. Edhe Saliu po të ishe nuk ikte. Nuk ka shanse të... edhe unë po të jem. Të kem 80 për të ndërshoj qeverinë se duan këta. Po jo më shoku arrojë. Po që pa di në beshkisht atë tona. Do të me rëzut gjithë me i vend më që u kura me shporë kënese, në ka mërzi. Nga Saliani të Arlind Qori, nga Arlind Qori të Adriatik Labaj që vën karikën para kryeministrisë. A të rrëzohet Rama? Po numërove shumë. Po shumë janë. Po të bëhen dhe kaq stafeti dhe nuk e rrëzojnë dot. Miro pafshim. Nuk rrëzohet me këto protestat me 30 veta Rama. Kështu që të vazhdojnë, atë kanë detyrën e tyre të vazhdojnë. Detyra e tyre është të bëjnë protesta, por votën e popullit. Jo, Rama është strategi politikës dhe di, ashtu siç i organizon shumë bukur ato samitet, ashtu organizon edhe popullit. Probleme ka, por gjithmonë rruga është e duhur. A rrëzohet Rama? Rrëzojnë dot? Rama dhe rrëzohet kurvari shumë kura. Kurvari është... E kuptova. A do rrëzohet dot kryeministri Rama? Asnjëherë. S'ka shanse, po pse? Ja. Ka shanse se ka qeverin me vete. A do rrëzohet kryeministri Rama? Në asnjë mënyrë, ai lart ben. Në asnjë mënyrë Edi Rama është djali i Enver Hoxhës, edhe ai bravo i qoftë se ai e mban këtë popull. Se këtu është shkatruar çdo gjë që kur ishte Saliu. Tani Enver Hoxha ka ardhur gjallur. Është Edi Rama.